Gjani, e para, Zoti Sheholli është diçka që e ka deklaruar dhe publikisht ka qenë pjesë e shërbimit sekret serb në vitet e 90-ta, do të thotë në kohën kur Kosova ka qenë faktikisht në fazën më të keqe. Kur ka dalë nga shërbimi sekret serb, ai ka punuar për një televizion serb. Pas luftës, bazuar në ato që i ka thënë ai, ka bashkëpunuar edhe me shërbimin sekret të Kosovës. Tash nuk dua të hyj për shkak se unë nuk e di, ju them të drejtën, e dim botërisht që ai ka pasur ato kontaktet e veta edhe me figura të ndryshme edhe në Serbi, por edhe në Kosovë, por tani ju them të drejtën unë po pres se çka po thot gjykata. Për mua çudia ka qenë se pse mu në kohë zgjedhjesh, për shkak se po të kishte qenë diçka që e rëndësishme, pse nuk është arrestuar më herët, po e zëm para 6 muajsh, për shkak se ai nuk është i sotshëm. Pikërisht. Ata shumë morë vesh kjo gjë, domethënë? Po, kjo natyrisht që ka mund edhe të ndikoj në zgjedhje. Tjetra çka është, me gjitha dua të them, ka të ngjarë që Zoti Sheholli ka ditur shumë. Ndoshta ka ditur edhe diçka që s'bën të dihet e tjera, po këto janë spekulime. E kuptoj. Për shkak se kështu që më ta presim se çfarë po del në fund. Qartë. Mirë, zoti Cama, ishte shumë kënaqësi që biseduam bashkë edhe që ndat opinionet këtu në studio. Kënaqësia ime, faleminderit. Ishim me diplomatin dhe analistin Blerim Canaj, folëm për zhvillimet politike në Kosovë, nga zgjedhjet deri tek përpjekjet e vazhdueshme për të përfunduar konstituimin e kuvendit dhe ndikimet mbi politikën e Kosovës. Do të kemi një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi menjëherë në pjesën e tretë. Tashmë për të folur për disa zhvillime ndërkombëtare me fokus atë se çfarë po ndodh në Rusi dhe në pjesën e Azisë. Kemi pasur disa zhvillime që ja vlen të përmenden. Kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për drejtë me mua, me studion time nga Polonia, studentin dhe studiuesin e politikave të sigurisë Elianos Kasaj. Elianos, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Të faleminderit sërish për ftesën për të qenë në studion tuaj. Mirë, po e nis me samitin Rusi-Azi qendrore, në fakt që ka ndodhur pak ditë më parë, vizita e presidentit Vladimir Putin në kryeqytetin e Tagjikistanit ka shënuar një kthes të madhe gjeopolitike, sepse duket sikur Rusia po e zhvendos vëmendjen e saj dhe qendrën e ndikimit nga Evropa drejt Azisë, duke sfiduar jo vetëm Perëndimin, por edhe Kinën për kontrollin e kontinentit. Apo rilind ndikimi, po themi, kontinental rus në Azi dhe një front i ri i përplasjes, po themi, gjeopolitike? Atëherë, javën e kaluar më saktë, midis të mërkurët të premtes, në Dushanbe të Tagjikistanit është zhvilluar samiti Rusi-Azi qendrore, i cili ka përfshirë Federatën Ruse dhe 5 republikat i sovjetike të Azisë qendrore, të Kazakstanin, Uzbekistanin, Kirgistanin, Tagjikistanin dhe Turkmenistanin. Njëkohësisht ka shënuar edhe me samitin e Komonveltit të vendeve të pavarura, hapësirës post-sovjetike, që u zhvilluan të dy janë ditë në kohë. Pra flasim veç Rusisë dhe këtyre 5 republikave që unë sapo përmenda, janë edhe Bielorusia, Azerbajxhani dhe Armenia. Pra ka qenë një simpozium i madh, le të themi, një konsil i madh i shumicës së republikave sovjetike. Kjo ka qenë një thjesht një summit që koincidoi në dy evente të mëdha, që ishte Commonwealthi dhe Rusia-Azi qendrore. Po ka qenë edhe një ekspansion i madh, aktualisht i diplomacisë ndë qeverisë ruse drejt Azisë, në fokus në Azinë qendrore dhe lindjen e largme, dhe Afganistanin. Në të njëjtën kohë, samiti ka provuar atë që Rusia nuk është tërhequr nga ky rajon, ka provuar që Rusia është prezente në mënyrë të fortë dhe nuk ka ndërmend të tërhiqet prapa, pasi ky rajon jetë ndryshe si kopshti i Rusisë ose vija mbrojtëse e Rusisë,
kundrejt kërcënimeve që vijnë nga Kina, ndoshta ajo është alat i saj, nga Afganistani, që është një territor i paqëndrueshëm, dhe nga Islami radikal që suportohet nga grupe të ndryshme në Iran, Pakistan e të tjerë. Pra se një lloj barriere për Rusinë, nuk është thjesht një rajon strategjik, ekonomik ose historik, kultural e të tjerë. Njëkohësisht në Tagjikistan është baza më e madhe ushtarake e Rusisë jashtë federatës, me mbi 11.000 ushtarë, dhe një nga marrëveshjet më të mëdha ushtarake që Rusia ka me një vend post-sovjetik është me Tagjikistanin për mbrojtjen e kufijve të Tagjikistanit, por edhe të Federatës Ruse ndaj emigracionit të paligjshëm, ndaj krimit të organizuar, prostitucionit, lëndë narkotike, sidomos opiumit, drogave të tjera që vijnë nga Afganistani. Samiti ka treguar edhe një herë faktin që Rusia po kërkon në çdo mënyrë, me thënë, në anën diplomatike, flasim sigurisht, dhe me ofertat e mëdha që ka tregu Rus i punësimit, i ekonomisë e të tjerë, dhe lidhjen e fortë që këto vende kanë me Rusinë, pasi le të kujtojmë këtu që shumica prej këtyre vendeve, një pjesë më të GDP-së së tyre kanë prej Federatës Ruse. Pra Tagjikistani, Kirgistani, Turkmenistani e të tjerë kanë nga 20 deri në 40% të GDP-së së tyre në të ardhurat që vijnë nga emigracioni që këto kanë në Federatën Ruse. Vetëm Tagjikistani ka 1.5-1.6 milion emigrantë në Rusi. Kirgistani më shumë akoma, thonë që janë mbi 2 milion. Turkmenistani mund të ketë 600.000 deri në 1 milion. Pra po t'i marrim të gjitha së bashku, mund të vëmë pa frikë 7 deri në 8 milion, nga 10 milion emigrantë huaj që ka Rusia. Pra Rusia nuk është një faktor geopolitik, është një faktor ekonomik që i mban këto vende, pa futur këtu investimet dhe gjatë e tjera. Gjatë samitit u diskutuan shumë tema, ku dy më kryesore të qenë lidhja e mëtejshme ekonomike me Rusinë nëpërmjet tubave të rinj të përsërisjes së gazit që do të ndërtohen, domos një investim i madh është ai i detit Kaspik, i cili supozohet të ndërlidh Turkmenistanin, Kazakstanin dhe Rusinë dhe të shkojë deri në Iran. Më pas vijnë investimet e tjera ekonomike që Rusia i zhvillon në këto vende, duke ndihmuar ekonomitë e tyre, po gjithsesi duke forcuar depozitetet e saj, pasi këto vende janë shumë të pasura me minerale, me pasurinë toksore, po shumë të varfëra për t'i zhvilluar ato në mënyra moderne, ose nuk kanë industri, nuk kanë facilitetet, nuk kanë shumë gjëra që nevojiten, nuk ditë të sot. Nuk mjafton thjesht ta nxjerrësh bruto e ta dërgosh jashtë, pasi kjo është minus në koston e fitimit. Njëkohësisht ka qenë edhe për mbrojtje, siç thash, në gjatë kësaj periudhe është në shkolla dhe një traktat i ri midis Rusisë dhe Tagjikistanit, i cili e forcon më tej klauzolat e mbrojtjes kundrejt kërcimeve të islamit radikal, terrorizmit, prostitucionit, drograve, opiumit dhe gjithë atyre faktorëve negativ për këto dy vende. Por njëkohësisht shton prezencën ruse në Azinë Qendrore, domosdoshmë Tagjikistan dhe Kirgistan, që janë dy republikat më të varfra, mund t'i quajmë, dhe më të varura kundrejt GDP-së të tyre që është lidhur me ekonominë ruse. Qartë. Mirë, në fakt, kemi pas një zhvillim tjetër javën e kaluar. Në Pyongyang të Koresë së Veriut mbajt një parad nga ato të zakonshme që ne jemi mësuar të shohim, e cila ishte në kuadër të 80 vjetorit të çlirimit të partisë së themelimit partisë së punëtorëve të Koresë së Veriut. Lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, ka prezantuar raketën bërthamore interkontinentale ICBM, që ne jemi mësuar të shohim ndryshe, Hwasong-20, dhe së bashku me Dmitri Medvedevin e Rusisë, i cili ishte i pranishëm pra në këtë parad, kanë shpallur aleancën strategjike të epokës së re. Është thjesht retorik shpallja një aleance të tillë, Elianos, apo ka diçka, po them, përmbajtësore dhe një projektim për të ardhmen midis Rusisë dhe Koresë së Veriut? Atëherë, midis datave 9 dhe 11 tetor janë zhvilluar 3 ditët festive të themelimit të Partisë së Punëtorëve të Koresë, Partisë Komuniste, ato ishin pushtet që prej vitit 1949. Një nga partitë më të vjetra komuniste në botë, aktualisht akoma në pushtet në një nga 5 vendet e fundit komuniste që kanë mbetur sot, pas rënies së murit të Berlinit dhe mbarimit të luftë së ftohtë. Ajo që ka bërë përshtypje ka qenë prezenca e delegacionit shumë të madh rus
e përbërë kryesisht ose kryesuar nga ish presidenti Dmitri Medvedev, njëkohësisht që është kryetari i Partisë Rusia e Bashkuar, Единственная Россия, që është në pushet ose partia zyrtare e presidentit Putin, dhe njëkohësisht pjesëtar ose zëvendës kryetar i Këshillit të Sigurisë Ruse, ose Këshillit të Sigurisë që ata i quajnë në kuadër të operacioneve speciale ushtarake ose luftës në Ukrainë, që ne jemi ndryshe. Ai ka marrë pjesë në delegacion shumë të madh politiko-kulturor, nga të cilët mund të përmendim sekretari i Këshillit të Përgjithshëm të Rusisë, Partisë Rusisë së Bashkuar, zoti Vladimir Yakushev, zëvendës kryetari i parë i Këshillit të Federatës Ruse Aleksandr Koslov, ministri i punëve të brendshme, mjediseve natyrore dhe pasurive minerare, ka pasur dhe pjesë nga shumë ansamble kulturore dhe këngëtar të njohur të muzikës moderne ruse, siç është Ndjes Shaman, i cili është këngëtari vetëm evropian i cili ka marrë 2 koncerte në muzikë moderne në Korenë e Veriut. Në datën 9 është zhvilluar koncerti i dytë në një nga teatret kryesor të Pyongyang. Njëkohësisht, siç e thatë edhe juve, gjatë paradës, përveç delegacionit rus, do të theksojmë që ka qenë edhe kryeministri kinez, edhe kryetari i Partisë Komuniste të Vietnamit. Bashkë me delegacione tjera nga Laosi, Kuba, mike socialiste ose të botës, një quajmë botë e tretë, lidhje së pa angazhuar të vendeve. Gjesrishme? S'ka gjë. Një nga faktorët kryesor të paradës është që kjo paradë nuk ka qenë thjesht me zbulimin e raketave të reja interkontinentale balistike Hwasong 20, të cilat paraqesin një zhvillim të madh të teknologjisë raketore të Koresë së Veriut, pasi këto raketa kanë një fuqi shtytëse mbi 1900 kuaj, ato mund ta prekin territorin amerikan. E veçantë natyrisht ato nuk janë raketa të masive, po janë raketa të shpërbërshme, nëse mund ta quajmë kështu. Pra janë raketa që duke arritur objektivin e tyre, shpërthejnë pas shpërthimit kryesor në disa 10 raketa të vogla, ose mini raketa që ne i quajmë, të pa dallueshme nga radari, është shumë të vështira për t'u hequr, për t'u eliminuar, që të cilat përbëjnë mbushje bërthamore. Pra është një taktik pak a shumë që u përdor dhe në Bosnjë, në kohën e luftës së Jugosllavisë, me raketa të vogla, me mbushje të vogël bërthamore, atomike, uraniumi të tjerë, të cilat akoma ndihen sot në Bosnjë. Ndërsa kësaj është paraqitur edhe fakti i modernizimit të ushtrisë së Koresë së Veriut, një ushtri që e cila paraqitet tashmë e aftë për të matur me ato të Koresë së Jugut, Japonisë, ose Shtetet e Bashkuara, që janë disa nga fuqitë më të mëdha aziatike ose të dislokuara, siç është Shtetet e Bashkuara në Korenë e Jugut. Nga këto ne mund të marrim si konkluzion faktin që periudha e angazhimit të trupave koreano-veriore në luftën në Ukrainë, edhe në çlimin e oblastit të Kurskut, nga intervencionistët ukrainës që penetruan për një farë kohë, duke se ka vënë rezultatet e tyre, pasi mënyra taktike e formulimit të operacioneve ushtarake të Koresë së Veriut aktualisht, mënyra se si ato janë të pajisura, regimentet, mënyra se si ato janë të organizuara në kuadër të leadershipit të tjera, po megjithmonë forma shumë më shumë sipas modelit evropian, pasi ata po mësojnë gjithmonë më shumë nga eksperjenca që po marrin në Ukrainë, ku janë duke u përballur me arsenalet më të mirë të NATO-s, të Perëndimit, të Amerikës, të Britanisë së Madhe, njëkohësisht dhe me një nga ushtrit më të stërvitura në botë aktualisht, që është ushtria Ukrainase, e cila sërritet prej gjeneralëve komandantë nga Perëndimi, kryesisht nga Britania e Madhe, Norvegjia, Franca e të tjerë. Pra, kjo është një lloj mësimi që ata po nxjerrin në një kohë ku Korea e Veriut ka që në vitin 1953 që s'ka hyrë një konflikt të tillë të armatosur në asnjë vend tjetër, pas përfundimit të luftës së Koresë. 1950-1953 Korea e Veriut s'ka dalë kur nga territori i saj, nuk ka qenë kurrë përfshirë në një konflikt. As Republika Popullore e Kinës, pra është që ne na duket madhështore me arsenalet e saj dhe vërtet që ka numrat, ka teknologjinë të tjerë. Kina ka një kohë të gjatë që nuk ka hyrë në një konflikt armatosur,
siç ka i Rusia, shërbaje të tjerë. Qartë. Ata janë që në vitet 70 që s'kan pasur kontakt me në një konflikt barabart me ta flasim, sigurisht. Nuk po flasim kundër në le të themi Vietnamit ose vendet tjera ku ata kanë treguar superioritet për shkak të zhvillimit të madh që Kina ka të pamofush. Qartë. Në këtë aspekt Korea e Veriut nuk ka treguar vetëm muskujt, le t'i quajmë, ose zhvillimin sa teknologjik, ku ka treguar edhe faktin që Korea e Veriut nuk është më ai vendi i cili ne gjithmonë në Evropë kryesisht me fotollëk kemi buizuar, kemi sharë, jemi treguar të ashpër me të diktaturë, një mbeturinë staliniste që mbahet me ndihmat e Kinës ose të Rusisë, pasi aktualisht sot, unë e them të nga pikëvështrimi polak, Koreanë Veriut janë në Evropë, janë 12.000 trupa të ushtrisë së rregullt Koreanë Veriore dhe mbi 100 gjeneral që sot ndodhen në Kursk dhe në Donetsk, në Ukrainë. Po nëse do të shikojmë në hartë, në mapet të tjerë, distancë midis kufijve është diku te 5 orë, nëse ta marrim, ose le të themi 600 kilometra. Qartë. Pra Koreanë Veriut janë brenda sot në Evropë, janë 600 kilometra nga kufiri i Bashkimit Evropian ose kufiri i NATO-s. Pra kjo tregon një kalim të madh midis polit lindor, që ne e quajmë, ose linjës së largme, ku Korea e Veriut ne jemi mësuar ta shikojmë të izoluar, me testet bërthamore dhe me sanksionet të SBA-s, tani ata janë brenda në Evropë. Janë pak a shumë në dyert të Evropës, nëse Ukraina nesër do të kolapsohet, siç gjëra duket se po shkojnë në këtë pikë. Koreanë Veriore nuk do t'i ndalonte gjë që të shtyheshin më para, të vazhdonin të shkonim nesër patrullat Koreanë Veriore në kufirin polak. Nuk do të ishte një gjë e çuditshme, që do të ndodhte. Qartë. Në këtë aspekt, një nga pikat e tjera më fort interesante ka qenë fakti dhe një shtimit të prezencës së Kinës, jo vetëm në Korenë e Veriut, në parat, ku Kina mori pjesë në një delegacion njëkohësisht të madh, kryesisht politik,